Shikoni numrin e këmbës dhe zbuloni sa vite do të jetoni. Një studim në Suedi tregon se numri i këpucëve tregon se sa gjatë do të jetoni. Ulumtimi i studiuesve suedez ka nisur në vitin 1987 dhe ka analizuar 800 njerëz. Studimi i ri është përsëritur 2 vite më parë, ku morën pjesë disa mijëra meshkuj dhe femra. Shkencëtarët suedez thonë se numri i këpucëve mund të lidhet me jetëgjatësinë, por jeta mund të shtohet nëse ushqeheni shëndetshëm dhe kryeni aktivitet fizik rregullisht. Ja si vijon raporti i jetëgjatësisë, përcaktuar sipas numrit të këpucëve. Te femrat, numri 35, 64 deri 69 vite, numri 36, 70 deri 76 vite, numri 37, 77 deri 82 vite, numri 38, 78 deri 84 vite, numri 39, 73 deri 75 vite, numri 40, 70 deri 72 vite, numri 41, 67 deri 70 vite, numri 42, 66 deri 69 vite. Te meshkujt, numri 41, 73 deri 77 vite, numri 42, 75 deri 82 vite, numri 43, 74, 79 vite, numri 44, 67, 72 vite dhe numri 45, 66 deri 69 vite.